A besoni magji të zezë? Personalisht jo, po kur ndigjoj ma ndi ka njerë mendoj, më shtin me mendoj, a është e mundur mendoj. Gjithë shka po kalot kufini, po mendojnë që po knaqen me dosjelje jo të mira, po prap i bon për qefin e vetë. Po përputhën dosjane me jetën, me metodën, me klasiken, po dojmë super moderna, si supermeni. Para 2 ditë po lezej shumë mirë, po thota parazit gjinore. Ta në hamon parazit gjinore. Kur po flutron një djallë, për thot Superman. Kur po flutron një grup, për thot një shtrig. Mirë, faleminderes, mirë. Shëndetin mirë ma ki? Mirë. Për moshën që e kom super mirë. Mashallah. Shumë bukur. Shumë pozitive, qenë starë. Faleminderes, po ndoshta qajo më kam bajt. Ndoshta qajo edhe po mbron, henës. Sa mirë. Dhe zotit i kemi gjithë kështu si ti. Ju cili televizor Ne jemi jeni? histori të jetës, i kemi ndjekësit gratë, mos shumë të që në ndjekin, një më të matë të grave. A për nga të regon, a besoni magji të zezë? Unë personalisht jo, po kur ndigjoj ma ndi ka njerë mendoj, më shtin me mendoj, a është e mundur mendoj. Ka raste ndoshta, ka ndonë dikuj diçka, edhe ja kalon fajnë qasaj. Asë ndoshta s'ka lidhje, po ndodhin këto se anë nuk e di, s'ma mërmenja. Personalisht jo. Ka lumë të që magji të zezë, apo se hirët si shëndjen në publik, njerës thonë që kanë dëmtuar, kanë qenë të sëmu, besa disa dhe s'kanë mundur nga shtratë të televizin. Sa mundin me qenë këto? Kemi pas raste që... Kom pas qëtu që kom digju, jo raste konkret, po kom digju, po asë njëherë që më konë e bindon, apo që kom besu. Tash me folë për këto gjana shumë është anomali, se teknologjinë e ki, që teknologjinë elektronike, që të bënë gjysë, kur të gënjen, kur mashtron, kur... Se di, edhe me teknologjisë jam e knaqëm, po qa me po? Qa u të gotë teknologjia? Se di, diçka s'më ndo këtë, jo natyrshme, jo originale, nështë unë jam klasike shumë, pra ndaj s'po përputhen do gjana. Interesant kjo. E thot se cili mendimin e vetë, bindjen e vetë, qashtu në mendoj, unë kam këgja vjetë, ty nështë. Po që vitet janë numër, i madhi Sfetbeja ka thonë... Jo, deshta me Elis që në të më thonë kohën time, në rinin time, tash kohën, ka një dalim shumë të madhë në çdo aspekt, po, kryesisht mirë. Si pas teje, prapë edhe kjo e fundi që do të pyesë, kur mund të bëj magji? Kur mund të bëj si pas teje? Të janë të persona që mund të bëjnë magji? Se ti, njerëz që kanë shpirtin e keq, që kanë qef që ndin knasi me bo keq, kanë ushqim shpirtnor me bo keq. Ai ma shumë është i knaqën kër dikon e, shme thonë e merë në qafe, dikon, shka s'kan këtë botë bre, shka s'kan këtë botë. Unë për veti, thash edhe në fillim, asë njerës kom besu dhe thash, po kur ndigjohet ty në shtin me mendu. Qashtu është jeta. Po, se ka qenë moment i bukur jetës të në i paruar. A të rego pak se duket që ke histori nga jeta. Gjithëherë, kur takoj ma gjatë, ma mirë, një të lumtur, një histori të lumtur të ndë, që kishë dash me këthyn nga fëmiria. është fjalla për rinina, më sëm këthe 50 vjetë mrapa, 60 vjetë mrapa, shumë mrapa. Atër ka qenë një rini e jona kritë ndryshe, jo tash. Një rini që një modesti e bukur që me shumë pak i kone lumë të një knaqën. S'ki pas kërkesa, beso s'ki guzu me lyp, apo s'ki mi pas mundësi. Shumë e bukur jeta se sa sa. Se sot ka kërkesa shumë? Ka kërkesa, ka pak knaqësi, ka një loj, mos të më gjelozise. S'po ditë, ka dishka do kundërshtime pa nevoj, pa vend. Ka diçka që të pregojnë të tritë të reja, diçka që kështë dash me ndryshuti? Jo, jeta vete është atyre, mirë është me bosh ka kanë qepë, pse me ja prish, pse me ja ndalu. Unë jam e knaqën kur i shof, e të projnë ndoshta me najsan, po qështu ka pas qef, kush jam unë më përzime, thëmë pse ki bo, pse e zhvesh, pse ki bo këtë frizur, pse po përzi është në jetën e dikujt. Qysh kini, qysh të ardosh të i shpirti, qysh e njën më rahat. Që kjo shumë gjithë më ka pengu kër i përzije dikush. Pse ke nu që to, që të ka uqë që to, a disa mirin. Kush po të pytë, pse po përzije, shfar gudzime kiti marrë me mi levi sendet. Pili dhe me sendet tjera. A sot i gruva i li që ka do të bëj? Që ka duhet? Jo, dhe bashka du, si ka njerë po kalot kufini. Qka për shumë du ka
Gjithë shka po kalot kofini, merret një thjeshti me një shembull, kur rregullor, bën një shmink, nëse e bën tepër e tepron ti del maske mball. Që konkretisht pa lidhje. Kur kalon kofini, shumë sene, shumë aspekte, po mendojnë që po kënaqen me dosjelje jo të mira, po prap i bon për qefin e vet, po për kena, le ti bon bre, çdo rini ka kohën e vet. Hajt ta shtujem ti mi bo dosen e mund këtë mosh, çka bojnë treja. Si kombore. A mendon që disa i bëjnë për qenet vëmendje për të dukur mirë, për të provokuar, do të thotë gjin mashkullore? Ndoshta dhe ajo është provokativ, ndoshta dhe se di. Jo ndosene për të thash që po mbjen me i përsërit. S'po përputhen ndosene me jetën, me metodën, me klasiken, po dojmë super moderna, si supermeni. Gjitha grave, gjitha vajza në një mesazh, ka të thuash për jetë që? Para 2 ditë po lexoj shumë mirë, thotë barazi gjinore. Ta namon barazi gjinore. Kur po flutron një djalë, i thos Superman, kur po flutron një grup, i thon shtrik. Që sa bukur e ka lidh. Ç'është edhe ja. Çka ka me veçu mesazh? Secili le të përpiqet me një lloj kufini, me një lloj butësie, me një lloj sjellje që qysh i takon, qysh i ka hije. Çdo sen që të prohet, kalon hati diçka më shumë barkun e kish katru. E kitë pru. Çka them? Turoj më të mira dietë. Edhe unë juve po të mirë, një të mirë, shumë fat dhe shëndet. Faleminderit shumë. Shëndet e gëzime.